Pas mediave të cilat e kanë quajtur ignorant në histori, kryeministri Edi Rama i vjen një përgjigje dhe nga Ministria e Jashtme greke, e cila shprehet se udhëheqja shqiptare ngatëron konceptin e rrem të historisë me detyrimet që ka për të mbrojtur minoritetin grek. Deklaratat përkatëse të bëra dje nga zyrtarët shqiptarë referohen logjikave të vjetra, të cilat janë në kundërshtim të drejtë për drejtë me standardet e aplikueshme për mbrojtjen e të drejtave të pakicave në vendet moderne, demokratike dhe europiane. Udhëheqja shqiptare ngatëron konceptin e gabuar që ka për historinë, me angazhimet e Shqipërisë sipas të drejtës ndërkombëtare për të mbrojtur minoritetin autokton grek. Ministria e Jashtme greke akuzon autoritetet shqiptare për dhunim të drejtave të pakicave greke dhe njëkohësisht paralajmëron se kjo minon procesin e integrimit evropian të vendit. Subjektet zyrtare shqiptare nuk mund të pretendojnë urbi et orbi se të drejtat e pakicave respektohen në të gjithë territorin e Shqipërisë dhe në të njëjtën kohë shkilin aktin, gjë e cila minon kursin evropian të vendit. Faktet flasin vetë. Njoftimet për prishjen e ndërtesave si pjesë e projektit të rizhvillimit të imarës janë dërguar për të gjithë personat me origjinë greke. Kjo është një qasje e cila çon në përfundimin se ka një plan mashtrimi për minoritetin grek. Faqet e para të gazetave greke sot ishin dedikuar kryeministrit Rama dhe deklaratës së tij të postuar në Facebook. Të përditshmet greke kanë kritikuar ashpër Ramën, duke e quajtur të paditur në histori. Duke hedhur poshtë të gjitha faktet historike të kryeministrit se Akropoli sot ekziston fal një shqiptari që e shpëtoi nga bombardimi venecian, mediat greke e quajnë Ramën delirant. Sipas tyre, postimi i Ramës vjen pas përplasjeve të shpeshta me ministrin e jashtme greke sa i përket projektit të prishjes së 19 banesave në Himar.